Udhëtojmë këtë të diel drejt fshatit Drashovic, një prej fshatrave historik të zonës së Labërisë, por njëkohësisht pjesë e 100 fshatrave turistik të Shqipërisë. Zgjodhëm Drashovicën jo pa arsye, por për të parë nga afër gjendjen e fshatit. E nisim emisionin "Ç'thot thot fshati" nga Drashovica, jo pa shkak, pasi Drashovica simbolizon një pjesë të ndritur të historisë së Labërisë. Kemi zgjedhur që në episodin e parë të emisionit "Ç'thot thot fshati" të kemi fshatin Drashovic. Për shkak të rëndësisë historike që ka ky fshat, si porta hyrëse e Labërisë, por gjithashtu edhe një fshat i cili është nder i kombit. Por Drashovica, ajo e historisë së lavdishme, sot ka edhe një sër problematikash. Problematika këto të cilat i rendisin banorët e zonës. Janë banorët zëri tyre, ata të cilët tregojnë hallet e përditshme që i vuajnë në këtë fshat. Por që në hyrje të fshatit Drashovic, përballemi me një realitet të hidhur. Porta hyrëse e Labërisë rrezikon që të mbetet e izoluar. Ura e Drashovicës, një monument historik, kulture dhe social, që ka funksionuar ndër dekada, rrezikon shembjen. Sipas banorëve të zonës, kjo urë ka pësuar dëmtime në këmbët mbajtëse, por edhe në bazamentin e saj. Ura, sipas banorëve, është dëmtuar si ridhoj e kalimit në të mjeteve të tonazhit të rënd, por edhe gryerjes së shtratit të lumit, nga i cili janë marrë inerte të shumta. Ura e Drashovicës rrezikon edhe shembjen për shkak të dëmtimeve. Po. Është e vërtet? Po. Është e vërtet. Ajo nga poshtë janë ngrënë të gjitha ato themelet e saj. Sa kohë ka në këtë gjendje? Ajo të paktën ka një 10-12 vjet që ka filluar e bie. Ku i ka dëmtimet kryesisht? E kanë themele poshtë dhe ka ca panela këto në formë të që kapet e njëra tjetër. Ka mbaruar. Rrezikon që të shembet? Ç'është rrezikon? Ktu kalojnë ato makinat mbi 24 tonë. Pra, faktor janë vetëm mjetet e tonazhit të rënd? Mjetet e tonazhit të rënd, po kalojnë ato ajo mbaroi fare. Po ndërkohë, gryerja e lumit ndikon? Po sigurisht, ka rënë niveli i lumit. Mendon se e gryen më shumë këtu? Po, është e vërtetë ajo. Duhet zgjidhur kjo situatë, duhet ndërhyrë. Po kjo po së ndërtua për ja 2-3 vjet do shëmbet fare? Po së ndërtua për ja 2-3 vjet, kjo është e rrëzuar, qarë. E kjo është ndërtuar vitet 73, ma më mbaj mend që. Është një monument kulture gjithashtu edhe social. Po, do kanë qenë 4 ura. Ka qenë një urë me gur, me 7 harqe, ka qenë një urë atje lart që ka do vendet, një aty dhe këtu 2 herë për kjo. Këtu. Po kjo është urë e fundit që është bërë. Ndërkohë, nëse shembet, ju jeni totalisht izoluar. Jo, ne po shumë, se ka shumë që kalojnë këtës, kalojnë vetëm ne. Janë shumë familje. Po. Qa familje more që përmban pjesa këte krau që lartë ato. Ande edhe fshatrat me që është bare me ato. Po është investuar ndonjëra? Jo. Si është kërkuar e kryetari, asaj këshillit e ka kërkuar gjithmonë. Po çfarë është bërë? Asë një gjë, ja, shikoj, shi e shkruaj. S'ka asnjë masë edhe për mjetet e tonazhit, besoj që kalojnë. Po vunja 2 tabela një këtu se kushihoj që s'u morë vesh, prap kalojnë ato. Vazhdojnë? Po, si pyet njeri, fare. Një mesazh që do t'i bëjë pushtetit, çfarë do i kërkoja? Kjo është jeta jonë, s'ka më tjetër. A që rregulloni urën? Po se rregullon urën e mbaruam të gjithë, qa? Mitë të tjera që sa rrinë do t'i bëjnë për ujtë e pishëm, se ujtë pishëm ka. Ujtë për vadit e këto, po të pak në rregullon urën, atë kalojmë. Kryeplaku i fshatit Drashovic, Maksim Runa, thotë se nëse ura e Drashovicës shembet, ky fshat kthehet në ishull. Të gjithë banorët e fshatit pa këtë urë, sipas Runës, mbeten totalisht të izoluar e në mëshirën e fatit. Runa shpret po ashtu besim plot se do të ketë një projekt për rehabilitimin e urës së Drashovicës. Banorët thonë që
ura e Drashovicës është dëmtuar. Po, patjetër. Ka dëmtime në pjesën e këmbëve, por Po, edhe tek baza Ka një, e vërtetë. po, është e vërtet ka një çarje ura me fjalë sepse kjo ka qenë 24 tonë që është matur në atë kohë. Tani kalon makinat me fjalë që kalojnë për kapat e gurit mund të jetë 60 tonë. Praksi si llogaritet me fjalë ajo. Ne kemi çuar tabela dhe me bashkin këtu me fjalë 6 tonë me fjalë se është bërë matja me inxhinier dhe prap kalojnë makina ke pas të problematike ke pasu për urën. Ndërkohë makinat nuk jojnë asnjë nivel. Absolutisht. Bashkia ka çuar polici, ka bërë të gjithë, çuam tabelat, na i vodhën tabelat. Bëm me fjalë sepse është dhe tabelat janë me vendim këshilli me inxhinier, bashkie me tëra dhe në bazë me fjalë tonazhit që mban ura sot. Po sa mund të durojë ura sot në këto kushte që është? Të themi, nuk mund të them dot sa mund duroj. Di këtë që ka qenë 24 tonë në momentin që është bërë. Se kuptohet që në atë kohë me fjalë aq tonazhi i makinës më të madhe praksi. Ka rrezik që të shembet? Po dhe ndofta dhe ka rrezik. Në momentin unë di këtë që kanë ardhur me fjalë tani që do bëhet urë e re, me fjalë kanë marrë kampion, kanë bërë me fjalë që do bëjmë një urë të re. Në momentin që shembet, çfarë ndodh me Drashovicën? Angelemi ishull me. Drashovica angelet ishull, sepse rruga në Sherishta është po thuaj jashtë përdorim me fjalë sepse kalojmë nga Peshtpia që është bëna rrugë e re dhe ne ngelemi tamam ishull me fjalë pasaj. Pret që të përmirësohet kjo situatë? Po patjetër që presëm përmirësohet situata. Ndërkohë të bëj dhe një pyetje, thonë që baseni Lumit është gryer, vazhdon që të gryhet. Ka ndikuar kjo gjë tek ura që mund të ketë? Jo, për mua jo. Pse? Për mendimin tim jo, sepse përveç se që është bërë pastrim me fjalë që është thelluar, që nuk ka dalë, se ne s'kemi asnjë përmbytje tani, për momentin në fshatin Drashovicë nuk ka asnjë përmbytje që të jetë familje dëmtuar apo biznesi dëmtuar me fjalë, dhe për mua dhe ajo ato që ka qenë një lavatri që lartë që ka pastruar, që ka marrë zhabor, për mua ka qenë ndikimi mirë që ka pastruar Lumi që ka thelluar. Sepse më para që vinë mund të godasin te këmbët dhe të i dëmtojnë? Prurët e Lumit po godasën atë, por puna është që me parcelat e tokave, me fjalë dhe të gjitha kemi pa lëbizur, nuk kemi asnjë lloj gryeri apo problem me fjalë tjetër. Por problemet e Drashovicës nuk përfundojnë vetëm tek ura. Kur futesh në brendësi të fshatit, përballesh me rrugët e amortizuara dhe i gjithë gropa. Banorët tregojnë se segmentet rrugore në brendësitë ndër vite nuk i kanë parë asnjëherë investime të mirëfillta. Sipas tyre, gropat mbushen vetëm me çakëll e asgjë nuk ndryshon. Sot fshati, si është Drashovica? Mirë Drashovica, çka ka Drashovica, shumë mirë. Si duket sot? Po, mirë është sot. Ndërkohë, shohim pas shpinës tënde kjo rrugë e fshatit, si mund ma përshua shto rrugët në brendësi të fshatit? Si janë? No, këto rrugët kanë nevojë për punime, këto janë rrugë një 2-5 poshtë, ajo pjesa poshtë që keni parë, ajo është parë rrugë ajo. Po e kanë lahi do rrugë dhe rruga tjetra. Pra, Drashovica vazhdon që të ketë mungesë të infrastrukturës. Mungon pak, jo shumë po pak gjë. E ke të vështirë të kalosh në këtë segment gjatë mbrëmjes? Këtu jo, se kam si që kam dalë një krapo, një krapo që vështirë se ka gropa rruga. Është manga ata, nuk para kalon. Nuk skalon se ka të krapo nga betoni. Kur është herë e fundit që është investuar në këto, në çfarë viti? Vjet mbaroi kjo. Quos çako. Jo, kjo është me cimento. Ngjëra e bëkë është me cimento, është tek. Me cimento. Me cimento. Do të thënë asfalt nuk është vendosur asnjëherë do. Asfalt me asfalt jo, ka cimento kjo. Nuk është investuar asnjëherë me asfalt. Me asfalt jo nuk është investuar. S'kam se gënjej po. Ke shpresë do investohen? Do të investohen. Këta po punojnë, sa do bëhet që nuk e di më tutje. Po ju si banor keni kërkuar që të investohet, ketë... Po ka një që kërkon, më banë dhe punën këtu apër se unë jam lartë të fusha dhe punoj e vi poshtë. Më vina që e marri dhe pëm... Çfarë do bëj pushteti? Po do bëj pushteti, po bëna. Mungesën e infrastrukturës rrugore në brendësi të fshatit, më tepër e vuajnë të moshuarit, ata të cilët për shkak edhe të moshës së tyre kanë probleme të shëndetit fizik. E për ta është e pamundur të kalosh mes gropave të shumta dhe baltës. Shikojmë këtë Drashovicën që s'ka rrugë. E ke të vështirë? Ku? Të kalosh në rrugën që është kështu cop-cop. Po çfarë dhe bëjmë ne? Si është rruga sot Drashovicë, ma përshkruan dot? Ja, shikoj e vetë, çfarë do të them unë.
Gjithë baltë? Balë dynjaja, gropa, gjitha. Besoj ke vështirësi dhe në shëndete, ke të vështirë të kalosh në këtë rrugë? E kam ka të vështiri që sa s'ka ku të vej më. Po qa do bojmë? Sa vite ka në këtë gjendje që e shohim dhe sot? Që është bërë? Po, që është kështu, ja kështu, në këtë gjendje. Ja. Po bën 3-4 vjetë kështu ja. Erdhe vunë dritat këtu kështu ata herzaj, edhe rrugën se bën. Po drita ka të paktën. Ka drita, natën. Ka. Këto kanë. Ka patur ndonjëherë investim në Drashovic për rrugën? Jo, asnjë. Sa vite mban mend ti që s'ka investim? Vëllai se mbaj mend, nuk të them dot se sa. E ke haruar? Kam harruar se edhe vetë nuk jam mën ashi. Pret të përmirësohet situata në Drashovic? Pret që të ketë përmirësim të situatës? Po më qësë dhe vëdor shteti po. Jeni ankuar ndonjëherë? Ku do ankohet? Kush na pyet në... Ja, i pari ti e që pyet qësh është apo qësh është. Faleminderit shumë. Sa më tepër vitet kalojnë aq më shumë spehet aroma e fshatit të Drashovicës, bujësia dhe blegtoria, dy prej sektorëve të ekonomisë që mbahet ky fshat, sot po shkojnë drejt falimentit. Banorët tregojnë se vetëm ata të moshës së tretë merren sot me bujësi dhe blegtori. E sipas tyre, të rinjt në këto sektor nuk kanë më angazhim. Banorët thonë po ashtu, se kanë frikë se me kalimin e viteve, askush nuk do të merret më me bujësinë dhe blegtorin në këtë zonë. Gjë, ç'thon fshati, ç'thot Drashovica? Po Drashovica çfarë do thotë, ja. Erdhe që ande e per rrugën cop. E para kjo. E dyta është jemi në fshat, jemi pa krapa të gjitha, vetëm me kratë tanë. Me se merresh personalisht? Me blegtori. Me blegtori. Po. Dy sektorët e ekonomisë, bujësinë dhe blegtorin, si shes sot? Unë i shikoj po të ketë kra, ka të ardhur. Ka të ardhur. Ka të ardhur. Po të kesh kra. Fuqia punëtore besoj më Fuqia punëtore zero. U që unë i pari, kërkoj s'ka. Të rinjt nuk janë të angazhuar. Rritë që janë të angazhuar janë të ikur. Ja. Plakën kam në shtëpi dhe tjerë i fundit suedimi, s'ka më. Ata nuk mendojnë të vinë kthehen të merren me bujësi, blegtor. Ja. Kanë ikur të gjithë. Po, ke ku i shet produktet që për shembull që mund të prodhosh? Shko, unë pra që dhënë sa kam për shumë jam i kontratuar me miqtë dhe shokët. Kam qitë qumshin e merë, baxua. Me këto e me rregull. Po ja vlen si punë? Po thash po të kesh krasht. Kush qesh? Të të pyes diçka, mbështetje nga shteti, ja ke patur ndonjëherë? Ja. Kam aplikuar ja. Aplikuar. Po. Po pse? Se kam 100 kokë tam. Kam 8 kokë, nuk i plotësoj dot. Do të thënë kriteret janë ndonjëherë të paka Të përcyeshëm. pakta, nuk i ka plotësoj dot, nuk i bëj dot 100 kokë, nuk i mbaj dot. Po mirë, këto dy sektor, bujësim, blegtorin, ndoshta për shumë faktor, po flas. I shet drejt falimentit ose drejt zhdukjes në një tarë. Blegtoria po. Blegtoria po. Se s'ka njerëz, nuk ja unë jam 64 vjeç sot, unë sa do shtyjom kështu. Ja do ikni dhe ju, kush do merret? Asnjëri. Do mbyllet. Edhe biznesi im do mbyllet. Biznes. Sa për të ushqyer, jo biznesi. Kupton? Pastaj fushat këto bujësia janë mbrapa shumë. Nuk e mundur ndonjëherë ta trashëgosh ose ta pasosh nga brez në brez. Unë e kam pasuar nga brez në brez. Po nuk merret. Jo, djem tja. Mërzit kjo gjë ndoshta? Po më mërzit sepse unë kështu jam mësuar të ushqem, nuk jam mësuar unë jam me grimin apo me... Do dohet i kishe djem në fshat që të merresh? Patjetër, po kanë marrë gratë edhe kanë qeverim vete janë. Tani më thua një mesazh për djem, çfarë do u thuash? Djem u them që të kthehen këtu kusht trolli i babait. Të ushqen, si që jam ushqyer unë se s'kam vdekur. Baba im ka 50 fëmijë, 40 jemi të gjallë. Jemi ushqyer të ja. Që ato shtëpi shkojnë ande me ata tjetër, këtu jemi vëllezëri. Unë e mbajta këtu, djem dhe mi kanë ikur. Të kam 3 djem kanë ikur. Faleminderit shumë, kënaqësi. Jeni mirë, faleminderit. Si të kam? Si dukesh? Mirë? Ç'sot fshati, ç'sot Drashovica? Drashovica është e para njerë është në 100 fshatër është deri kombit.
Drashovica, Historik fshat. historik. Porta e Laborisë. Drashovica kemi lapidarin atje dhe aty ka kaluar të okupatoj fashist 2 herë, o ajti luft me Greku ishte. Mirë, atëherë dim historinë, po sot si është? Sotë mos qami, me usjellë se jemi në rregull, me usjellë se me kanalizime në fshat, me gjithë. Me se merresh? Unë jam pensionist, kam një lop, kam një pel, edhe Kryesisht blegtori dhe bujësi. po, patjetër, ku dojmë. Jo, mi krasor që këta dy sektor, janë bajtës të fshatit, a është ekonomia e Drashovisës të bujësia dhe blegtoria ende? Drashovica tashi vetëm bujësin ka, pse e ka bujësin? Se kemi kanalin që neve çdo gjë e vadisim. Po. Ama këto dy sektor, si bujësia, si blegtoria, në krahasim me vitet e mëparshme kanë pësuar rënje. Jo, nuk kam pësuar një, bile poshtohen akoma blegtorë. Ka shumë banor në fshat që merren me këto? Po sirë. Këtu ja, kemi këtu atë me stallat e ka 20 lopë. Me subvencion a shtetit se ka shumë krerë. Po të rinë ka që merren? Të ri. Po kemi një dy çuna kushi me dhia, një dy babe bir prap me dhi, tjetri me dhën në shashit. Ama të pak. Ka 100 kokër vëlla. Jo, të pakët janë të rinë të angazhuar në bujësi dhe blegtori. Po tashi i riu si veriu, çatë mund tashi. Rri do djalin tashi dhe me dhi ose me lop. Jo, ai do për flota lugommarja. Me kë punon në bujësi blegtorik, me ato që merresh vetëm? Unë? Po, Po vetëm. Beti jonë që mazetojnë e korë atje, e litë, e nga koj me makinë e bje shpi. Po në një qumë është ke ku e shet? Jo, kam një lopë sa për vetë time. Vetëm për vetë. Kam shitur që në netë e kate, kam shitur qumësh, ashi e lash qumësh. Po bujësim blegtorin si ishe? Në të ardhmen, ku do vend? Do zhvillohen apo? Bujësia dhe blegtoria në të ardhmen, plus që këta të rritë po ikin, po më njerë në moshatar, në 2 veta në çdo shtëpi dhe valla ai edhe mund të eliminohet fare. Po ikët ju, kush do merret me këto? Jo, do ikin të rritë, unë shikim, ku të vetë? Kush do merret? Dhe mbëllin fare dhe ne, burë e grua aty, hajtë haman që bukë, për daget e fusën gjohë. Ku i ke fëmijët? Fëmijët një kam të punoj hidraulik me një fri këtu. Nuk merret njëri prej tyre me bujësi blegtorie? Jo, shko, mua djalim ndihmo fatikisht, kur vin aty, jo ndihmon, jo pela, jo lopa, jo bari, jo kjo. Po do nxjerrë ditën e punës, ai kështu bëj. Urdo, ta mbaj shtëpi, unë çfarë do ha? Unë marr 140.000 lekë pension. Dakor? Kam një plak 90 vjeçë. Aty janë. Faleminderit shumë, kënaqësi. Jeni mirë. Në Drashovic mund të gjesh ujë me bollok. E kjo për shkak të investimeve të kryera aty nga djemtë e fshatit ndër vite. Por ka banor të zonës të cilët vendosin në pikpyetje cilësinë e ujit. Sipas tyre, uji që vjen në shtëpitë e fshatit është i pakonsumueshëm. Ndaj, ata ujin të cilin e konsumojnë kanë vendosur ta blejnë. Por ujin tregojnë se harxojnë dyfish, pasi paguajnë edhe faturat, por edhe atë të cilin konsumojnë në përditshmërinë e tyre. Blihet sepse ujë që është vënë këtu, pompa punon ujë, ka fshat ujë, po nuk pihet. Se është bën një pus aty ku ka qenë ish kandari kooperativë do i themi, në Buzglumit poshtë, është bërë gjëra për Kropishtin ajo dhe pastaj u bë funksion u fut për Drashovic. Por ata ujë nuk pihet, se shkon lumi atje, është i efektuar. Vjen ujë në Vjen ujë për dita, më duket se 24 orë është. Unë nuk kam, se s'kam qenë këtu, po ujë vjen i përditshëm. Por është i pak konsumueshëm, është. Për të pirë nuk bën. Çfarë? Shumica po blejnë këtu në dyqan apo blejnë në Vlora, apo vetëm kështu për të pirë. Besoj se uji ju kushton. Kushton. Shmama, sa mora këtë të gënjej, nuk them dot sa mora, as së pyeta fare. Besoj se atë uji aty e ke për 2-3 ditë. Ky është unë një njeri jam, 2-3 ditë, 4 ditë vetë për të pirë, një gotë ujë. Çfarë do bësh tani? Në kosto arritet akoma dhe më tek, se besoj paguani dhe fatura. Po normal atë paguan ato. Ja gjithë paguan nga dalë ato nga xhepi dalën gjithë. Por ujë 2 fish me pak fjalë, paguan 2 fish. 2 fish, vetë ujë kështu 2 fish vetë se ujë që vjen aty vjen. Në realitet është që vjen ujë 24 orë, por është i papishëm. Shumica e fshatit blen ujë. Ashtu si çdo fshat tjetër në rang vendi, në Drashovic të gjesh sot fëmijë është një mision i pamundur.
edhe shkolla e fshatit funksionon mes amortizimit. Godina ku kryhet çdo ditë mësimi, prej pamjes së parë dallohet qartë që nuk të ofron në tashmë asnjë kusht për mbarvajtjen e procesit mësimor. E pavarësisht kësaj, kjo shkollë funksionon, por numri i fëmijëve është i pakët, më i ulët nga viti në vit. Realiteti për vitet e ardhshme gjithashtu nuk është as pak pozitiv. Ndërsa kjo është shkolla 9-vjeçare e fshatit Drashovic, një prej shkollave ku vite më parë, ka pasur me 10 nxënës të cilët zhvillonin mësimin, aqsa fshati gumëzhinte nga fëmijët e vegjël, por largimi i popullsisë apo edhe i të rinjve të cilët tashmë e shohin jetën e emigrim, ka bërë që në këtë shkollë të ketë gjithmonë edhe më pak fëmijë, ndërsa realiteti që pritet në vitet në vijim është që edhe kjo shkollë të shkojë drejt mbylljes, për shkak se numri i fëmijëve në të sa vjen edhe po ulen ndjeshëm. Për shkak të njësër problematikave të mbartura ndër vite, por edhe mungesës së investimeve, shpresës se në Drashovic mund të krijohet një jetë më e mirë, rinia, por edhe një pjesë e konsiderueshme e banorëve të zonës, tashmë janë larguar më së shumti në emigrim. Banorët e mbetur në këtë fshat janë kryesisht në moshë të tretë, e teksa tregojnë se rini në Drashovic nuk ka më. Ata thonë se në fshat mungon ekonomia dhe siguria për të ndërtuar familjen dhe të ardhmen. Drashovica është një ndër fshatrat më të bukur Vlorës, njëkohësisht edhe historik, por kush ka mbetur sot në fshat? Ja, na unë dhe lartë. Pra kryesisht mosha e tretë. Mosha e tretë. Nuk ka. Rini? Si? Ka rini më? Gja, shumë të vogla. Shumë pakit se vogla. Po pse kanë ngikur, pse janë larguar? Po, dihet ekonomi. Pa rrugë, pa gjë. Ekonomia si mban dot, kudo jetojnë. Ka vende pune? Mundet ta përballosh jetës me vende? Po tani, për moshën tonë nuk dësoj që nuk ka. Kurse për rinin, çfarë them, nuk qyteti dhe mas e ka aty, po. Jo them këtu në Drashovic, ka vende pune? Jo. Jo s'bës llafaret. Në çfarë merreni kryesisht? Si Këtu bujësi, bletëri, o burr, nuk ka këtu. Bujësi, bletëri, nuk ka. Dhe sa të rinë në këto profesione nuk janë të angazhuar, besoj. Nuk ka fare këtu është një pakit shumë e vogël me të ri. Mosha e tretë, këtu ka qenë fshat shumë i madh, këtu ka qenë shkolla me 400 fëmijë, miku. Këtu janë shkolla me as 30 fëmijë. Ju vetë për shumë keni menduar ndonjëherë të largoheni dhe ju? Unë largu kam qenë. Kam ardhur tani fëmijët si kam, vetëm filli jemi. Se merresh? Ja, bujësi. Kur ka ullit, jo këtoja, çfarë bën? Besoj gjithë fëmijët apo edhe nipërit e mbesa ti kanë emigrim. Nuk diskutohet, s'ka fare. Mendojnë ata të kthehen atë? Po janë vetë fare apo. Nuk e shohin jetën. Po fare, janë ku diun vetëm juve. Pre të bëhet më mirë? Me këtë bëhet. Ne s'dim çfarë bëhet, edhe kështu çfarë shikon në burr. Njëri vjet andej, njëri thotë vota këtë, njëri mora mblodha këtë. Nuk e di. Ja, si që shikoni. Si është ma? Lule me borë. Pse? Se nuk e shikon ti që pyet. Shumë mirë është fshati. Si është Drashovica sot? Po shkruan dot? Si ta po shkruaj? Do të thënë, ka ndryshuar nga vitet e kaluara? Ka ndryshuar shumë fare. Për shembull? Për shembull. Janë bërë shumë ndryshime. Njerëzit nuk e duan njëri tjetrin fare. E shikojnë si hasm. Dhe punët janë çik të zorshme dhe është jetë e varfër është. Kush ka mbetur sot në fshat? Kush ka ngel? Hajde ti gjesh ti e dërgoje mua. Ka nik gjithë. Mosha e tretë apo ka rini? Ka qari mosh punë ka nikur si janë këtu. Si janë këtu? Ja. Ku janë larguar kryesisht? Ka nik në për Evropë. Ku kanë gjetur mënyrën, shtekun, kanë shkuar. Për punë. Shiko tani dhe unë jashtë jeshe dhe mendoj se nuk më shqitet zemra nga vendi, po këtu është e zëshme qik. Çfarë mungon? Është realitetin. Çfarë mungon? Mungon çdo gjë. S'ka vend pune? Vend pune s'ka, mundësira s'ka. Shtrëngësia është në kulm, me fjalë, çmimet janë shumë të rënda, shumë të pa krahasueshme me, nuk themi për një që ka, por themi për shumicën që nuk kanë. Që flen që me pula mdarket, që s'kan çfarë të bëjnë. Ke shpresë se ndoshta bëhet më mirë? Po njeriu me shpresë, shpresa është ajo që ikën e fundit. Po ti ke menduar sërish të largohesh apo e vendos për? Kismet, që të ketë shkruar Zoti i Madh. Do heqim kurrish, nuk kemi shpejt.
Do me thënë, e ke dhe ato si mundësia shtetit. Shpresa ande është e vajta 35 vjetë ande që punoj edhe këtu se si më duket si shumë e vështirë. Gon çdo gjë ndryshe nga ande. Ande nuk krahasohemi dot kurrë. Këtu mundohen që të bëjnë, po nuk vetë e mirë më duket mua tani. Si që shohun, e kuptoni se ka tjerë që e shohin shumë mirë. Një godinë e vogël në përmasa ofron çdo ditë për banorët e zonës shërbimet mjekësore. Prej vitesh në këtë godinë shërben për banorët në raste nevoje dhe emergjente shëndetësore për ta bashkëshortja e zotit Piro Cepaj, i cili na pohon se banorëve shërbimi mjekësor nuk ju mungon, sipas tij pavarësisht kushteve. Ky shërbim për banorët ofrohet me përkushtim, por mbi të gjitha sakrifica. Për shkak të detyrës, çifti Cepaj i angazhuar në mjeksi ka vendosur që prej vitesh të lërë Vlorën e të jetojë në Drashovic. Sot fshati, si duket sot? Fshati si Drashovic që është, sot është heshje, se është lakëshirë. Se po të ishe të më ko, do ishin gjithë t'ilin me rrugët të në radhë. Ka fëmi? Ka rini, ka fëmi? Ka, se unë jam mjek. Si ato vite më para, po? Tashi, ndryshon një qika jo, po që... se tashi rruhet gjithë. Nuk janë në shutë si që i takon, po janë gjithë. Se unë jam burë grua në mjekësi në fshat. Jemi të dy. Ajo është mjekë e fshatit, unë kam punuar në psikiatri. Si është shërbimi mjekësor në fshat? Është... Njësh, se jemi këtu vëndas. Me shpi me katandime të tëra. Ja vlonjat, po riktu. Me që kam gruan mjeke të fshatit, erim këtu. Sa vite po bën që i shërben fshatit në mjekësi? Mbi 20 e kusur vite. Këtu? Po. Do me dhe funksionon, apo qëndron vetëm Drashovic? Drashovic, si, me shoqe është mjeke fshatit Drashovicës. Ndërsa unë ka punu në psikiatri. Vin njerëz për të marrë ndihmë mjekësore? Patjetër. Ju jeni zgjidhja kryesore e fshatit? Ne, jemi si zgjidhja kryesore, me atë u shërbejmë si që ju takon, edhe mbyll me sapin. Më shumë që vinë vizitojnë kush janë? Të moshuarit, ndoshta? Po tashi, ka plot, ka lloj, se ka dhe ata që kanë interesa që janë për ndërmarrje, për gjëra kështu dhe ata kërkojnë atë që takon. E tëra. Ndërsa fshatarët vizitojnë aty, se na kanë dhe natë, ditën dhe natën. Ju besojnë. Pik po. Ju kam besim tek ju. Nuk gjikohet. Shërbejmë dhe natën edhe ditën. Me sakrificë, me mund besoj çdo ditë. Po tashi, me sakrificë janë gjithat, se edhe kur ha buk sakrificë është ajo, se s'bjet luga kollaj. Edhe kështu që... Ka shumë vizita çdo ditë? Po të paktën 33-34 vetë. Çdo ditë? Po çdo ditë. I bëni me shoqe. Përgjatë këtij udhëtimi, realiteti që takuam në Drashovic ishte i hidhur, fshati historik, simboli i qëndresës në luftrat e përgjakshme për liri dhe pavarësi, sot jeton mes 1001 halleve. As përfshirja e tij në paketën zhvillimore të 100 fshatrave turistik nuk e ka përmirësuar realitetin e përditshmërisë.